Arben Taravari thot se nuk e ka ndërmend të dalin prej qeverisë, partnerët e Taravarit në Vlen mohojnë koordinimin me BDI. Truproja e kryeministrit Mickoski po hetohet për zbulim të sekretit zyrtar lidhje me grupin e Gërçecit. Sindikalistët do të marshojnë nesër rrugëve të Shkupit, kundërshtojnë nivelin e rritjes së pagës minimale. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se sulmi i fundit në Zveçan ka elemente të veprave terroriste. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Nga qeveria thot se nuk do të dalë, por e pranon se ka pakënaqësi të qytetarëve për funksionimin e Vlenit në qeveri. Ministri Arben Taravari ka mohuar se do të braktisë koalicionin Vlen dhe qeverinë e drejtuar nga Kristian Mickoski. Për partnerët e tij nga Vleni thot se ka nevojë që të koordinohen, ndërkohë që ka qenë më i butë me kryeministrin Mickoski, për të cilin ka thënë se me shumë të drejtë po kërkon që ndryshimet kushtetuese të bëhen duke marrë parasysh interesat e qytetarëve maqedonas. Jo, as që e kemi thënë se dalim prej qeveri, as që e kemi plan të dalim prej qeveri. Bazuar në gjithë vorbullin e zhvillimeve të fundit dhe deklaratave të dhëna, Arben Taravari u pyet se apo del nga qeveria, mirëpo ai në mënyrë të prerë thot se nuk e ka ndërmend të bëjë një gjë të tillë. Nga qeveria thot se nuk do të dalë, por e pranon se ka pakënaqësi të qytetarëve për funksionimin e Vlenit në qeveri. Mirëpo njëkohësisht thot se nuk ka pakënaqësi të qytetarëve për funksionimin e plotë të qeverisë. Kur e them prej Vlenit, nisem çdo herë prej vetes. Pas ne shkojnë tjerit, se ka një farë pakënaqësie prej funksionimit të Vlenit brenda qeverisë, kjo është fakti pa mohush. Se njerëzit janë të kënaqur prej funksionimit të qeverisë dhe ky është fakti pa mohushëm, kështu që unë mendoj se desinkronizimi ynë brenda Vlenit mendoj se është problemi kryesor dhe na duhet sinkronizim më i mirë. Megjithatë shprehet se nuk ka gjasa të braktisë as Vlenin, e në pyetjen se a është më mirë që koalicioni të ketë vetëm një kryetar, ky i duket opcioni mirë. Mendoj se edhe mund të ishte opcion shumë më i mirë, po tash deri në zgjedhje lokale ky është misioni i pamundshëm. Mbas zgjedhjeve shohim e bëjmë. Përderisa shpreh pakënaqësitë e tij për Vlenin se janë shumë të desinkronisuar, për kryeministrin Kristian Mickoskin Taravari flet me shumë kujdes. I pyetur për zhbllokimin e eurointegrimeve dhe votimin e ndryshimeve kushtetuese, ai thekson se kryeministri ka shumë të drejtë për kushtet që i kërkon dhe se ndryshimet kushtetuese ose fillimi i negociatave nuk bëhet pa dakordimin e VMRO-DPMNE-s dhe popullit maqedonas. Pas deklaratës Arben Taravarit se partitë e koalicionit Vlen kanë kanale komunikimi me BDI, kanë reaguar partisë shqiptare në pushtet. Lëvizja Demokratike Izet Mexhidit ka përmendur faktin se figura kryesore e BDI-s janë të vendosura në listën e zezë të Departamentit Amerikan të Shtetit. Nga Lëvizja Besa kanë rikujtuar se ata në vazhdimsi kanë kërkuar pensionimin e Ali Ahmetit. Edhe alternativa gjykon se BDI do të mbahet mend vetëm për korrupsion, krim dhe abuzim me pushtetin. Para zgjedhjeve parlamentare të vitit të kaluar, kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari shkaktoi ankthë tek të gjitha partitë politike, pasi filluan zëret në opinion se me kë do të shkojë në koalicion dhe çfarë vendimesh do të ndërmarr për të garuar në ato zgjedhje. Derisa të gjithë prisnin qëndrimin e tij, Taravari në atë kohë shkroi një status në Facebook, me çka bëri të ditur se kishte vendosur të braktisë BDI-n dhe do t'i bashkohej Lëvizjes Besa, Lëvizjes Demokratike dhe Alternativës, ku krijuan koalicionin Vlen. E njëjta situatë si duket do të përsëritet edhe në zgjedhjet lokale, ku protagonisti kryesor përsëri do të jetë Taravari. Zërat në opinion flasin se Taravari para zgjedhjeve lokale do të largohet edhe kësaj here nga qeveria, por edhe nga koalicioni Vlen, të cilët disa herë madje kanë deklaruar se po përpiqen të bëjnë një parti.
Gjatë ditës së djeshme, situata politike u ndez ende më shumë dhe hapi debat më të gjerë për këto pohime, pasi njëri nga liderët e koalicionit të Vlen, Arben Taravari, deklaroi se Vlen ka një pozicion shumë të dobët në qeveri, ndërsa bëri thirrje për të gjetur një model për një sinergji më të mirë. E deklarata e Taravarit se partitë e koalicionit kanë kanali komunikimi me BD-n, ngjalli shumë reagime brenda koalicionit Vlen, të cilët të gjithë mohuan se kanë ndonjë lloj komunikimi me BD-n. Nga Lëvizja Besa mohuan se ndonjë eksponent i saj dhe kryetari Bilal Kasami janë duke zhvilluar komunikim me Bashkimin Demokratik për Integrim dhe Ali Ahmetin. Nga Lëvizja Besa thonë se kjo parti asnjëherë nuk ka pasur zhvillime me BD-n dhe kanë kërkuar pensionimin e Ali Ahmetit. Qytetarët dhe mbështetësit e lëvizjes Besa e din mirë se që nga themelimi dhe deri më tani, asnjëherë nuk kemi qenë në komunikim me BD-n, kur ajo është dashur të shpëtohet nga bëmat e saj, e as këtë herë nuk ka asnjë arsye për të pasur, madje edhe kanal komunikimi me të. Nëse do të kishte, do të ishte i hapur dhe para qytetarëve. Njëjtë deklaruan edhe nga Lëvizja Demokratike e Izet Mexhitit. LD nuk ka dhe nuk do të ketë asnjë lloj bashkëpunimi me një parti të zhytur në korrupsion, ku figura kryesore të saj janë të vendosura në listën e zezë të Departamentit Amerikan të Shtetit për kapjen e gjyqësorit dhe abuzim me pushtetin. Lëvizja Demokratike distancohet qartë dhe pa ekuivok nga çdo strukturë politike që ka zhndëruar korrupsionin në mënyrë qeveriseje dhe shtetin në mjet për pasurim personal. Nuk ka asnjë komunikim në asnjë nivel dhe në asnjë kanal me Bashkimin Demokratik për Integrim dhe kryetarin e saj, theksua nga Partia Alternativa. Alternativa gjykon se nuk ka asnjë arsye e nevojë që të komunikohet me një parti të regjistruar në listën e zezë amerikane të personave non grata, e cilat e shqiptarët do të mbahet mend vetëm për korrupsion, krim dhe abuzim me pushtetin. Ndërkaq, kështu nuk thot nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Arbor Ademi, i cili tha se BDI ka kanale të komunikimit me të gjithë, por sipas Ademit, kjo nuk do të thotë se ka diçka në drejtim të dinamikave të zhvillimit. Turpëroja e kryeministrit Angel Samarkov po hetohet për zbulim të sekretit zyrtar në një rast që lidhet me të ashtuquajtërin grupin e Gërçecit. LSDM pretendon se ekziston koordinim dhe bashkëpunim mes njerëzve më të afërt të Mickoskit dhe nën tokës kriminale, ndërkohë VMRO-ja ju përgjigjet akuzave të LSDM-s duke thënë se kjo e fundit e ka të vështirë ta kuptojë luftën kundër krimit. Gjykata penale ka caktuar 30 ditë para burgim Angel Samarkovit, policë dhe antari i sigurimit të kryeministrit Hristian Mickoski, i cili dyshohet se ka bërë veprën penale zbulim të sekretit zyrtar. Paraprakisht, Ministria e Punëve të Brendshme parashtroi kallëzim penal kundër personit në fjalë pas aksionit të kryer të Departamentit për Kontroll të Brendshëm, hetime kriminalistike dhe standarde profesionale të MPB-s në koordinim me Prokurorinë për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit, në kuadër të së cilit janë kryer veprime hetimore për bastisje të banesave, automjeteve dhe personave në zonën e sektorit për punë të brendshme Veles. Gjatë zbatimit të aksionit policor dhe masave dhe aktiviteteve të ndërmara në parkingun përballë një hoteli në Veles, në automjetin e tipit BMW, janë gjetur APX në punës policor në Departamentin për mbrojtje të personave dhe objekteve të caktuara dhe BPK, ndërsa gjatë kontrollit në automjet, personave ju gjet një çantë shpine me materiale zyrtare të MPB-s dhe personave u janë sekuestruar celularët, më pas janë privuar nga liria. LSDM pretendon se Turpëroja i i ka dhënë informata grupit të Gërçecit dhe për këtë ka hedhur dyshime se ekziston koordinim dhe bashkëpunim mes njerëzve më të afërt të Mickoskit dhe nën tokës kriminale. Por atë që MPB nuk tregon, ajo që mbetet si mister, është se antari i sigurimit të kryeministrit Hristian Mickoski, që e ka emëruar personalisht Mickoski, nuk ka qasje në informatat e fsheta. Kush ja ka dhënë ato informata dhe deri ku do të shkojë hetimi? MPB duhet të përgjigjet si ka marrë ai informatat dhe kush e ka urdhëruar t'i jap ato informata këtij grupi. VMRO-DPMN ju përgjigj akuzave të LSDM-s duke thënë se kjo e fundit e ka të vështirë ta kuptojë luftën kundër korrupsionit.
LSD-ja në vend që të përshëndes aksionin e MPB-s dhe të mësoj se si shteti duhet të imposhtë ata që abuzojnë me të, si një fëmijë që nuk i pëlqen asgjë, vetëm reagojnë sa për të thënë diçka, në mungesë të politikave autentike dhe zgjedhjeve konkrete e realiste. Nëse MPB-ja nuk arreston njerëz të afërt me VMRO-DPMN-n, atëherë LSD-ja i akuzon për selektivitet. Nëse MPB arreston njerëz të afërt me VMRO-DPMN-n, atëherë LSD-ja i akuzon për diçka tjetër. Sipas MPB-s, personi arrestuar ka poseduar në mënyrë jo ligjore materiale nga ministria, të cilat u ka zbuluar personave të tretë, megjithatë organet e rendit nuk kanë konfirmuar zyrtarisht se materialet janë ndarë me grupin e Gërqecit. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari ka njoftuar sot se janë afër 100 pacientë të lënduar gjatë tragjedisë Koçanit, të cilët po vazhdojnë luftën për jetë. Prej tyre 20 pacientë janë në Shkup dhe 80 pacientë janë jashtë vendit. Ministri ka njoftuar gjithashtu se për 2 javë janë shëruar 93 pacientë të cilët u lënduan në zjarrin në Koçan. Për 2 javë janë shëruar 93 pacientë të cilët u lënduan në zjarrin në Koçan, ndërsa edhe 100 të tjerë po vazhdojnë luftën për jetë. Prej tyre 20 pacientë janë në Shkup dhe 80 pacientë janë jashtë vendit. Nga pacientët e lënduare që po kurohen jashtë shtetit, Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari tha se 3 janë në gjendje shumë kritike, pasi kanë ndjegje të shkallës së tretë dhe i kanë të dëmtuara dhe rrugët e frymarrjes. Kanë shkallë të djegjes shkallë e tretë, po ka edhe dëmtime të rrugëve të frymarrjes që mundson që të paraqiten infeksione për shkak edhe të plagëve që i kanë në lëkurë, kështu që të besojmë se do të bëhet maksimumi dhe do të kthehen edhe ato mirë, shëndoshje mirë në Maqedoni. Taravari bëri me dije se sot kthehen edhe 2 pacientë të cilët mjekoheshin, njëri në Poloni dhe tjetri në Belgjik, ndërsa për këtë javë paralajmëroi se do të kthehen më shumë pacientë të cilët janë në gjendje më të lehtë shëndetësore. Nga java e ardhshme tha se duhet të kthehen pacientë të cilët janë të lënduar më rënd nga zjarri. Për rehabilitimin e tyre theksoi se po shqyrtohen disa opsione, siç janë adaptimi i hapësirës në të cilën ishte e vendosur qendra e Covidit në Spitalin Teqshtatori dhe në qendrën për rehabilitim në Kozle. Ai përsëriti se ka oferta nga shtete evropiane për pacientët të cilët do të kenë nevojë për rehabilitim më të gjatë dhe që harxhimet do të mbulohen nga vetë shteti evropian. Gjithashtu ministri Taravari e shfrytëzoi rastin për të shprehur mirënjohjen e tij ndaj mediave për, siç tha ai, pasqyrimin korrekt dhe të saktë të ngjarjes së rëndë në Koçan për këto 2 javë. BDI edhe sot ka hedhur akuza ndaj qeveritarëve për keqmenaxhim të tragjedisë në Koçan. Sipas partisë opozitare, ajo që po shohim nuk është një hetim, por një farsë e mirë organizuar për të mbrojtur fajtorët e vërtetë. Çdo ditë dalin prova të reja që konfirmojnë se hetimi për tragjedinë në Koçan nuk është një proces profesional apo i pavarur, por një proces politikisht i dirigjuar, deklaroi sot Arta Bilali nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Ajo vlerëson se ajo që po shohim nuk është një hetim, por një farsë e mirë organizuar për të mbrojtur fajtorët e vërtetë. Nga ku sipas saj, qëllimi i tyre kryesor nuk është të gjejnë të vërtetën, por të mbrojnë veten. Sipas Bilalit, strukturat policore me ndihmën e qeverisë po krijojnë një histori të re ku asnjë drejtues policor, asnjë shef, si dhe asnjë komandant nuk është fajtor. Me një cinizëm të skajshëm, jo vetëm që po bëhet përpjekje për të fshehur të vërtetën dhe për të mbrojtur fajtorët e vërtet, por po synohet të fajsohen padrejtësisht ish zyrtar dhe përfaqësues të opozitës, për të ndërtuar një skenar që u shkon për shtati pushtetarve. Është e qartë se qeveria nuk kërkon drejtësi, por kërkon alibi. Kjo nuk mund të heshtet dhe prandaj kërkojnë publikisht pezullimin e menjëhershëm të gjithë zinxhirit komandues në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Byron për Siguri Publike, të cilët e dinin për problemet në puls, por nuk vepruan. Tutje, ajo tha se po për këto arsye, ata kërkojnë një hetim të pavarur, jashtë duarve të atyre që lejuan këtë tragjedi, me qëllim që për të zbuluar se kush i dha mbrojtje këtij objekti, si dhe njëkohësisht edhe hapjen e një procesi të ri kundër të gjithë atyre që po punojnë aktivisht për të fshehur të vërtetën dhe për të fabrikuar akuza monstruoze për të mbrojtur fajtorët e vërtetë. Sindikalistët do të marshojnë nesër rrugëve të Shkupit për të kërkuar rritje të pagës minimale në 500 euro. Kreu i LSM-s Slobodan Trendafilov ka thënë se ata shprejnë pakënaqësinë lidhur me rritjen aktuale të cilën e miratoi qeveria ditë më parë.
Lidhja e sindikatave të RMV-s nesër do të marshojë rrugëve të qytetit për të kërkuar rritje të pagës minimale në 500 euro dhe për të shprehur pakënaqësitë lidhur me rritjen aktuale, të cilën e miratoi qeveria ditë më parë. Kështu ka për të ditur kreu i LSM-s Slobodan Trendafilov. Ai tha se anëtarët e LSM-s nesër do të fillojnë seancë publike, e cila siç tha ai do të fillojë para shtëpisë të punësuarve dhe do të përfundojë para qeverisë me mesazhe dhe kërkesa të qarta. Тоа што сакаме да го истакнеме денеска на денешниот. Ne do t'i dërgojmë mesazh kuvendit. Nuk mundet për deputet të ketë, ndërkaq për të punësuarit jo. Paradës ekonomike do t'u themi punëdhënësve. Dora e shtrirë sot nga një punionës se nesër mund të bëhet të grushi shtrënguar dhe para qeverisë do të përfundojmë me mesazhin. Nuk mund të merren vendime për punëtorët pa punëtorët. Sa më shumë të na sulmoni, aq më të fortë bëhemi. A i theksoi se pakënaqësia e punëtorëve vjen nga fakti se politikat e ndërmarra nga krijuesit e atyre politikave janë në drejtim të gabuar dhe se janë në dëm të punëtorëve dhe shtoi se përveç rritjes së pagës minimale në 500 euro, po kërkojnë edhe rritje të pagës prej 100 euro për të gjithë punëtorët. Во текот на оваа недела мислам дека на крајот Presion nga drejtorët e institucioneve po ushtrohet mbi punëtorët, anëtarë të LSM-s që transferohen në Konfederatën e Organizatave Sindikaliste të Maqedonisë, pra në vendet e tyre të punës u jepën fletkalime. Duke ju përgjigjur akuzave të njëpasnjeshme të qeverisë, Trendafilov propozoi që të gjithë të zgjedhurit dhe të emëruarit, përfshirë dhe atë, nga dita e sotme të marrin 500 euro pak dhe në kuvend të kalohet ligj me të cilin paga minimale për punëtorët do të jetë 500 euro, ndërsa punëtorëve të tjerë të urritet paga për 100 euro. Kryeministri Hristian Mickoski theksoi se është përmbushur premtimi për rritjen lineare të pensioneve në 5.000 denar për më shumë se 300.000 pensionistë. Kam një lajm të shkëlqyer për të gjithë pensionistët. Nga sot fillon shpërndarja e pensioneve më të larta për 2.500 denar, deklaroi kryeministri. Повеќе од 300.000 пензионери ќе имаат повисоки пензии за 5.000 денари. Да, Македонија има многу проблеми. Да, проблеми има во секој дел од општеството, но затоа сме ние тука да ги решаваме проблемите. И со решавање на проблемите, Македонија ќе биде повторно горда, а на овој начин Македонија ќе биде повторно ваша. Është shtyrë sërisht nisja e funksionimit të pikës së përbashkët kufitare ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut në pikën kufitare Blac Hani e Lezit. Ambasada e Republikës së Kosovës në Shkup ka njoftuar se prolongimi është bërë me qëllim të përgatitjeve finale teknike dhe logjistike të ekipeve punuese. Pika e përbashkët kufitare Blac Hani e Lezit, e cila ishte planifikuar të niste funksionimin ditën e sotme, është prolonguar sërish. Nga Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se funksionimi i saj do të fillojë më 14 prill. Ky hap paraqet realizim konkret të bashkëpunimit dyparis ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Kosovës, me qëllim lehtësimin e lëvizjes së ndërkufitare, uljen e kohës së pritjes dhe rritjen e efikasitetit të kontrolleve kufitare. Nga Ambasada e Republikës së Kosovës në Shkup ka njoftuar se prolongimi është bërë me qëllim të përgatitjeve finale teknike dhe logjistike të ekipeve punuese. Ambasada e Republikës së Kosovës në Shkup informon opinionin publik se regjimi i ri kufitar në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut do të operacionalizohet në mesin e muajit prill 2025. Prolongimi disa ditor është bërë me qëllim të përgatitjeve finale teknike e logjistike të ekipeve të cilët janë duke punuar intensivisht në zbatimin e kësaj marrëveshje të rëndësishme ndërshtetërore. Ata rikujtojnë se regjimi i ri kufitar do të jetë sipas modelit hyrje-hyrje, ku kontrollet do të realizohen vetëm në hyrje nga policia respektive e shtetit, kurse policët do të punojnë në një objekt të përbashkët. Zbatimi i saj do të jetësohet paralelisht në pikat kufitare Hani e Lezit Blac dhe Globoqici Azhinc. Ky model pritet që të zvogloj pritjet dhe është në funksion të lehtësimit të qarkullimit të qytetarëve të dy shteteve, të cilët qarkullojnë çdo herë më shumë në dy drejtimet, thuhet në komunikatën e tyre. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka dënuar ashpër sulmin në Zvečan, ku janë shpërthyer 2 granata dore në zyrën postare të postës së Kosovës.
Ai e ka quajtur sulmin sulm me elemente terroriste ndaj objektit të postës së Kosovës në Zveçan. Kurti ka deklaruar se ky akt dhune është një orvajtje për cënimin e sigurisë dhe pengimin e integrimit të qytetarëve në sistemin institucional të Kosovës. Ai u shpreh se qëndrimi i lirë i Radojčićit dhe mosdorëzimi i tij në instancat të shtetit ton paraqet mesazh të rrezikshëm e që inkurajon terroristët e kriminalët me veprimet e tyre për destabilizim të vendit. Në Beograd është nënshkruar sot një marrëveshje mes Serbisë dhe Hungarisë në fushën e mbrojtjes. Presidenti Serbisë Aleksandar Vučić para mediave tha se nga të gjitha vendet e rajonit Serbia ka bashkëpunim më të zhvilluar në mbrojtje me Hungarinë, derisa tha se po shkojnë drejt një aleance ushtarake mes këtyre dy vendeve. Kjo lëvizje pas nënshkrimit të marrëveshjes ushtarake mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë disa ditë më parë, ka nxiti reagime të shumta nga Serbia. Zëvendës sekretarja përgjithshme e NATO-s Radmila Shekerinska ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit të vazhdueshëm ndërmjet NATO-s dhe BE-s për të ruajtur stabilitetin dhe sigurinë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ajo e dha këtë deklarat në një postim në rrjetet sociale pas një takimi të zhvilluar me Peter Sorensenin, përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi. Sorensen ju përgjigj deklaratës së Shekerinskës duke thënë se mezi pres të bashkëpunojnë ngushtë së bashku. Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, vazhdon të luajë një rol kyç në ruajtjen e paqes dhe sigurisë, ndërsa BE-ja është e angazhuar në lehtësimin e dialogut politik ndërmjet palëve. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.